Faqja na ishte dikur, sjell monologun e famshëm të artistit italian Roberto Benigni, Pietro, një njeri në erë. U deshën vetëm pak minuta, në kohën më të shikuar në Rai 1, që monologu i Roberto Benignit të transformonte dhomat e ndenjes së miliona njerëzve në një vend ku gjithçka mbetet pezull, ku historia pushon së qeni një përrallë dhe bëhet një pasqyrë. Benigni po fliste për Pietron, por në realitet ai po fliste për ne. Për atë që jemi, kur sigurit tona lëkunden, kur zemra jon na tërheq në një drejtim dhe na frikson në një tjetër. Kur duam të jemi të fortë dhe në vend të kësaj e gjejmë veten të brisht si qelçi në diell. Ai ishte si ne, edhe ai kishte dyshime dhe frikë. Një fjali e thjeshtë, një fjali e madhe, sepse na kujton se edhe gjigantët janë dridhur, se edhe ata që kanë lënë gjurmë në histori kanë njohur errësirën e pavendosmërisë, nyjen fyt, gabimin djegës. Benigni e përshkruan atë si dikë të dashuruar me njerëzimin e tij, Pietro që qeshi me gjithë shpirt, që u prek pa turp, që u zemrua si njeri që e ndjen gjithçka shumë intensivisht. Pietro që premton, jam këtu, por pastaj tërhiqet. Pietro që pengohet, që ikën, që bie, por që gjithmonë kthehet. Kjo është ajo që e bën të jashtëzakonshëm, jo të qenit perfekt, por të qenit njeri. Ka një moment në monolog ku pothuajse duket sikur një forcë e padukshme e ngre çdo herë. Një forcë që nuk vjen nga siguritë e tij, por nga diçka që shem më shumë tek ai se sa ai vetë mund të shohë. Një besim misterioz, një zgjedhje e pashpjegueshme, dhe pikërisht për këtë arsye kaq e fuqishme. Pietro është njeriu që dridhet para erës, megjithatë një ditë e gjen veten duke mbajtur çelësat e një fati të madh. Jo sepse ishte i patëmet, por sepse ishte autentik, sepse nuk pushoi kurrë së ngrituri pas çdo rënjeje, sepse zemra e tij, megjithse e plagosur, mbeti e hapur. Dhe kështu kjo histori bëhet e jona, plotësisht e jona, sepse secili prej nesh e di se çfarë do të thotë të humbasësh ekuilibrin, e di se çfarë do të thotë të dëshirosh të jesh i denj, e di çfarë do të thotë të ndihesh i thirrur për diçka që duket shumë e madhe, dhe megjithatë të ndihesh se po, ndoshta, në një farë mënyre, ajo derë është e hapur edhe për ne. Magjia e monologut të Benignit është se nuk tregon historinë e një shenjtori. Tregon historinë e një qenjeje njerëzore që bëri gabime, deshi, luftoi, çau, shpresoi, dhe që pavarësisht gjithçkaje u zgjodh. Ndoshta e vërteta e fshehur është kjo. Jeta nuk pret të pagabueshmen. Jeta zgjedh ata që kanë guximin të fillojnë nga e para. Solli për faqen Na ishte dikur. Fatmir Shqarri. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.